një ndër kushtet apo elementet që duhet ta ketë besimtari parasysh kur i lutet Zotit xhaleshanu është siguria dhe besimi se Allahu i Madhërisëm do t'ja pranojë lutjen. Pra besimtari duhet ta dinë me siguri se Allahu ka m'ia pranu lutjen. Jo me bë lutjen pa siguri. Jo me mendu se pe bën lutjen, po nuk është i sigurt ai pranohet tek Zoti xhaleshanu. Sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i luteni Zotit jeni të sigurt se do t'ua pranojë atë. Pejgamberi Allahut po thotë që keni me qenë sigurt se Allahu ja pranon lutjet juve. Pastaj në një hadith tjetër thotë, nëse dikush prej jush lutet mos thotë, o Zot përgjigju nëse dëshiron, por le ta bëj më të madhe kërkesën e tij. Mos e vën dyshim lutjen tënde. Mos u bën i pasigurt në lutjen tënde. Mos mendo, mos të shkojë mendja me thonë, kush e dia ma pranon Allahu xhaleshanehu lutjen. Mirë po pejgamberi Allahut po thot, përveç kësaj që ti duhet me ditë sigurt që Allahu ta pranon lutjen, në lutjet e tua duhet me qenë në mos më të madhe me kërku ato. Jo me kërku pak prej Allahut, po me kërku shumë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.